shkoj 25 vjetë. Po nga kënjena. E vërtet. Kush ka qenë listë, Basacan, për me dollë më qenë sa ma korrekt? Po ty be që në letra i kom qëtu se... Ma vënd të dollë me aty, për kush ka qenë listë? Kanë qenë plot, kanë qenë o ti. Për shembull? Po, për shembull, kanë qenë Besht, Shabani me të vlajnë. Po? Ka qenë Fadili Sulovici. Ka qenë Zëmer Zëmeri. Ka qenë kush tjetër. Ka qenë Malit Sheholli. Ka qenë Ejub Bajgora. Ka qenë një Shukre. E pse Malit Sheholli, se po më thotë këtë diçka kjo emër, është baboj i Fatmir Shehullit, pse Malit Sheholli ka qenë? Çka ka bo ai që e keni pas listë? Po i ty bebre në disha, se mas paku unë ju morë me operativën. E kemi pas në sektorin operative, si cili u morë me njerëzit. E Fatmirin e keni rujt falë që për ndërpes? Fatmir Shehulli se në një intervjist tu e kena rujt edhe djalin e ti Fatmirin. Unë kom thonë, po kom thonë dhe për thamë, po... Dëmonë e keni rujt Fatmirin me vëro? Po ka qenë, do më thonë, edhe Fatmiri ka qenë në atë baba dhe djali. Për shkak se rrethonat kanë qenë të tilla sofare, kurse sot janë krejt diçka tjera. E ma vonë tashmë ndjeri Malit Shehulli, ndjes post është vrau prej Fatmir Shehulli pretendon edhe thot që nuk është vrau prej ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po Fatmiri ti be kom një ka thëtë edhe vallaj nuk ja ka mërzia, po të kallë dhe drejt unë atëherë, po flasë atëherë që kësha falë sekundin. Edhe unë e di që a i në ndëgjanë, po nëse ka kundër a i letë vjen, unë e mirë presë këtu i thamë ngoj. Unë e heqë s'ka mujnë sy për këtë sene, asë si marrona... Ama po të po, se dolmin ti, ma e ka vrau që këja ju? Ngo bocit, ngo që ka për të thamë. Më shumë gotë thash porë. E mësuat e me këta farë... E vërtit, po vesh po më interesana, e ka vrau që këja ju? Pa ka dalë më shumë gotë, qa pa kutësh? Më shumë gotë. Hajde. Koha e ka hongër Koshtën, a e ke ndijeni fjallë? Po vërtë, ja, Koshtën. Ato kohë kanë qenë shumë të ndishme. E 99% e popullit u nda nga ish okupatori. U përzun me mira ish polic, ish ushtarak, e tjerë, ish punëtor. Kemi shumë pyetje për shtë fagutna. Po jo, në patë shumë pyetje në vazhdojmë, seria ne, 2, 3, 4, 5, unë e kam ne, një vagant, si ngrejë të rejtë. Po tomi konkretisht pyetje se që tu interesat shikusit. Unë e kom një që Fatmir Shehulli ka thonë, du më ma shpallë dhe babën dëshmurë, nështë ta kjo nuk është dhe vërtet. Nuk e ti nuk e kom një? Kom një interno. Po? Tash është në pyetje. Se a i po thotë bondat kriminalet Sërbisë. Mu veç po më interesant Basacan edhe njerë rikëthemi të këpytje për të tretën herë. A e ka vrau ushtria lirimtare Kosovës apo ju? Si mas teje? Unë e di që po. A e ndjekmi një deklarat e kam bashkë, që ka thëtë Sokol Bashuta, në Hogë? Hajde. Regjia? Me shumë gulli me qenë. Avokati Kadri Veselit i kërkoi ish antarit të shtabit të përgjithshëm të komentoj si organizoheshin antarët e tjerë të organizmit kryesor të UÇK-s. A mund të themi se në atë kohë nuk ka pasur asnjë sistem në grupin tuaj të shtabit të përgjithshëm për të ndarë informacione me njëri tjetrin për të ditur se çfarë po ndodhte? Ka shku aty ku vërtet e ka një matë nevojshme se duhet me konë. Për të dëshmuar këtë përshkroi shkuarjen e Veselit në Rambuje. Nuk ka qenë i caktuar me shku nga shtabi përgjithshëm. Çfarë forme ka shku, nuk e di.
Me kanë është konsultuar, nuk e di. Bashotës ju shfaq edhe komunikata për vrasjen e Malit Shehollit që akuzoi të ketë marrë pjesë në varrimin e Milosh Nikoliçit. Pra, Fatmir Sheholli referohet komunikatës 28 dhe thot se është konkluz familjare dhe e imja se UÇK nuk ka gisht në vrasjen e babait tim. Po, Kush e ka shkruar komunikatën 28 është totalisht e pavërtet në 3 komponente. Zotri Bashota, a ka të ngjarë që zëri i Kosovës i merrte pa verifikuar informatat për veprimet që ndërmerrnin njësitë guerile? kjo është një ndër rastet që masmjeti e ilustron këtë që po thonë ju tani. Faleminderit shumë regjia. Domethënë, kjo është një nga rastet që domethënë ky po thotë që Çka tha bre se njeva mirë po. Shokol Bashota po haç ato që ka thënë Fatmir Sheholli. Kanë ka pas rast që në Evropë për tjetër kujt e i ka marr komunikatat dhe çashtu UÇK-ja. Ç'është tha Sokolja? Po. E po që tash, a përshe tash ku po bijem na këtë po bijem një fat kundërshtimi. Kur është në pyetje te historia. Historia thash më herë do të shkruhet drejt pavarësisht kujt i dham. Hasanit, a Hysenit, a Dautit, a Mahmutit. A është Hoga, a është gjykata serbe, a është pavarësisht kush është. Kush ty të merr në pyetje. O problem këtu. Instalon publikun pritje, se zakonisht emisioni jam është pak më atraktive dhe s'kan qef shikues me prit. Çka mendoni ju për këto? Për çfarë? Për çet deklaratë? A e demontoni apo ju? Pa e Sepse- valoja qysh s'ja demontoj. Po, a? Po qysh një herë lëshoj komunikat tani se di unë se kom shu, unë e kalshu kë. Unë e di edhe kur është lëshu komunikata, po Për kujt e shu? nuk e di për kujt. Se zakonisht këta që po folin tash, unë e kam probleme me këta. Kam shumë probleme me këta, për shkak se unë jam personi që e kom prek gjithë shkojën e gjithë shkofët, tërsin e tërsive, do më thonë, se s'ka kur gjithë që ka hy në organizatë të nacione nuk e di. Nuk ka kur gjithë. Tani, këto deklaratat mija për ju dhe më kryt dikujna. A dolmi të deklaratat e tua disa javë më herët, keni deklaru në një nga televizionin të manë në Klan Kosova konkretisht që kinë se na e tasoni si pas ju gjithmonë e ka dekonspiru Zahir Pajazitin dhe e ka ronë prit. Kjo është akuzë e ronë pas asap. Është pak e ronë. Unë jam i vetëdijshëm. është shumë e ronë, si e pak. Është shumë e ronë, po kjo ka ndodhë.